Pardje, IKKL-ja i ka mbushur 2 vjet dhe është mbreslëndse sa shumë angazhim dhe kontribut ka në këtë institut. Kur kam ardhur para 1 viti, me rastin e vitit të parë të punës, kanë qenë 23 të punësuar, tash janë 39 të punësuar, dhe ka një rritje të materialit arkivor, kanë qenë më pak se 190 metra foldera, linjë fizike të materialit arkivor, tash janë më shumë se 400 metra, ndërka që materiali digital arkivor i ka tejkaluar 20 terabajt. E pash edhe arkivën, pash zyrat të ndryshme, duke punuar në të gjitha aspektet e kësaj fushërimtarie jetike për shtetësinë e Kosovës, por edhe për ardhmërinë tonë, jo thjesht për dokumentimin e së kaluarës. Ky është vendimtar në njërin anë për institucionalizimin e kujtesës kolektive dhe në anën tjetër për zbardhjen e plot të së vërtetës historike. Kur kam qenë para 1 viti, ka qenë vetëm kjo zyrë këtu, në këtë ndërtesë, ndërka që tash me rastin e 2 vjetorit, i kanë edhe 6 zyra rajonale, në Pej, Gjakov, Prizren, Ferizaj, Gjilan dhe Mitrovic. Po ashtu, vlen të përmendet që nga 67 burime të evidentuara që i kanë pasur para 1 viti, tash i kanë 650 burime nga 14 shtete. Një ndër faktorët e shtimit të punës sa i përket hetimit e hulumtimit, por edhe gjykimit të dënimit të kriminalëve nga Serbia, që kanë bërë në Kosovë vrasje, përdhunime, tortura e masakra, është pikrisht edhe IKKL-ja. Këtu mund ta gjeni arkivën e gjenocideve të Serbisë, këtu mund ta gjeni dokumentimin gjigant të spastrimit etnik, pastaj të shkeljeve sistematike të drejtave të njerëzit dhe gjithashtu të pasojave dhe humbjeve që ka pasur populli ynë nga okupimi i gjatë serb, e posaçërisht nga lufta e fundit, ku dëmet nuk janë vetëm në njerëz, por edhe në ekonomi e në trashëgiminë tonë kulturore. Nuk ka dyshim që vrasja e fëmijëve nga shteti i Serbisë, e që përbëjnë më shumë se 10% të vrasjes së civilëve, së bashku me vrasjen e grave shtatzënë, edhe me vrasjen e pleqve, janë dëshmi të gjenocidit në Serbi, të Serbisë në Kosovë, të cilët kanë tentuar që në atë kohë, nëpërmjet okupimit të tyre, ta kenë territorin tonë, po pa neve si njerëz. Pra kanë synuar shfarusi. Po e potencoj që ky nuk është gjenocidi vetëm që e ka bërë Serbia në Kosovë, kjo është gjenocidi i fundit. Por njohurinë dhe më pas bindjen time, kjo është gjenocidi i 4 të Serbisë. Gjenocidi i parë i Serbisë ndaj shqiptarëve të Kosovës është në vitet 1875, 1880, pra rrotull të ashtu quajturës paqe të Shën Stefanit të Kongresit të Berlinit. Gjenocidi i dytë është ai i luftave ballkanike, luftës parë dhe dytë ballkanike dhe gjatë luftës së parë botërore, që do të thotë në mesin e dekadës së dytë të shekullit 20. Gjenocidi i tretë është ai në mbarim të luftës së dytë botërore, në vitet 1943, 44, 45, por edhe 46, 47, dhe kjo lufta e vitit 1998-99, si rezultat të së cilës ne arritëm që të shlirohemi, e ku bartës e shlirimi ishte ushtria shqiptare e Kosovës, paraqet gjenocidin e 4 të Serbisë. Dhe IKKL-ja nuk punon vetëm për luftën e fundit, por punon për të gjitha krimet e kryera nga Serbia për 125 vite sa ajo me forcat e saj vriste civil e popullsi të pambrojtur.
luftës, gjithashtu shfrytëzoj rastin të falenderoj qeverimin e Republikës së Kosovës që kërkesat e tona në vazhdimsi i ka marrë me prioritet dhe i ka adresuar ato në mënyrën e duhur, dhe t'i falenderoj mediat për punën edhe angazhimin që e kanë bërë në dokumentimin e krimeve të luftës, që mbeten një prej partnerëve shumë të rëndësishëm për ne. Prisht kemi kërkesat e njëjta për zgjerim të hapësirave, për avancim në kuptimin e infrastrukturës fizike, teknologjike, si dhe për mundësi që ta rrisim stafin edhe më tej në mënyrë që ta implementojmë në plotëni rregulloren për funksionalizimin e institutit dhe sistematizimin e vendet punës, e cila parasheh 74 punonjës. Kanë ngelur edhe 10 ditë. Mandati i është dhënë nga zonja presidente Vjosa Osmani, Glau Kënjufësës nga lëvizjave të vendosje. Ne urojmë për më të mirën, e ritheksojmë, nuk mendojmë që është punë e mençur të shkojmë në zgjedhje edhe në dhjetor e më pastaj edhe sërish në prill, kështu që deputetët e Kuvendit të Republikës janë para përzgjedhjes, ose le të themi Kurti 2.5 deri në dhjetor, ose Konjufsa 1 deri në prill. Por pas njërën prej këtyre nuk është e mundur. Domethënë duhet të përcaktohen për njërën prej këtyre.